Mirëmbrëma. Në datën 23 maj do të zhvillohen zgjedhje në Partinë Demokratike. Ka dy kandidatë diametralisht të kundërt, me siguri dhe me filozofi dhe programe të ndryshme dhe me siguri edhe me biografi politike të ndryshme. Ballë për ballë janë doktor profesor Sali Berisha dhe zonja Meryem Mesela. Se çfarë profeson zonja në fjalë, ta shohim në ditët që vijnë. Me siguri do të ketë surpriza, në atë parti është shumë interesante të kandidosh, sepse garancia me 99% është që me njëherë shpallesh armik i partisë dhe i popullit. Me sa duket, zonja Sela nuk është armike dhe do të shkojë deri në fund të garës. Besoj e mbani mend që në historinë e pluralizmit shqiptar ka pasur vetëm një garë që dukej e fortë dhe serioze, ajo midis Pandeli Majkos dhe Fatos Nanos në vitin 1999 për kreun e Partisë Socialiste. Qysh atëherë shohim vetëm bufonata, paljaçata. Po me sa duket më e madhja është ajo që do të vijë në datën 23 maj. Për këtë arsye unë kam thirrur sot një njerëz që vjen nga Partia Demokratike, por nuk është më pjesë e saj, dhe ai ka shpallur nismën e tij për reformimin e së djathtës shqiptare në atë që ai e quan nisma kombëtare. Indrit Vokshi është sot me mua dhe do të bisedojmë për sfidat e të djathtës, pikërisht për atë ide që ai ka për krijimin apo më saktë për reformimin e të djathtës shqiptare dhe ndoshta pse jo, të krijimin e një subjekti të ri politik në të djathtë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Të zhdukur interesante kjo gara në Partinë Demokratike? Jo. Pse? Çfarë do të thënë interesante është kur ka diçka e cila të tërheq dhe të intrigon se ç'a mund të jetë. Po nga pikpamja e barazisë gjinore për shembull, nuk janë asgjë me interes, kemi një kandidat mashkull dhe një kandidatë femër. Kjo mund të jetë kur kultivon plumba. Unë kur kam qenë i vogël mbaja plumba, edhe i fuse një kafaz ju mbylli atë derën me tull që të çiftoheshin. Por në politik nuk ka asnjë lloj kuptimi. Kur kultivon plumba ose lepuj, po. Po ti nuk i pyes se plumbat femra doni të çiftoheni me këta meshkujt. Po kjo është dhunë. Nuk është, po edhe në këtë mënyrë edhe në politik një farë dhunë është që nuk pyeten kandidatët dhe përjashtohen nga gara. Tani po intrigon që zonjën Sela e kanë fut me zor në garë? Unë dëshirën e kam për të mos komentuar asgjë ose sa më pak në lidhje me Partinë Demokratike. Ke bërë divorc? Po nuk është mendoj me interes dhe nuk ka ndonjë gjë tërheqëse. Po njerëzit është partia më e madhe e opozitës. Por mund të jetë më e madhe, por nuk ka diçka tërheqëse politikisht që të futesh dhe të komentosh. Dhe unë mendoj që Zoti është i madh. Dhe i poshtron njerëzit nëpërmjet bërjes qesharak. Edhe të përdorim një shprehje popullore shqiptare, punët e Zotit. Të lëm Zoti ta zgjidh Partinë Demokratike. Mendoj se Zoti dhe antarësia e saj. Antarësia e saj është shumë e kënaqur në pjesën më të madhe me komedinë. Duan një komedi, pra kanë nevojë për një komedi në këtë moment të jetës dhe pse jo. Sa antar ka Partia Demokratike? Se ky numër është bërë e pra sti nuk e di. Po nuk dihet se nuk është ditur kur. Dikur 70.000, dikur 100.000, por në fushatën e vitit 2021 na rezultoi që ishte antarësi fiktive. Se antarësia që fryhet nga këto kryetarët e degëve për të kandiduar vetë dhe për të pasur njerëzit. Edhe kështu që ka qenë fiktive. Për ta mbajtur në batut është si shpreha që tha shoku Enver për shokun Ramiz. Tha shoku Ramiz është një magazin pa inventar. Do më thënë shumë i ditur. Nuk ka një inventar për dijet. Ne mund të ketë qenë shumë i ditur, por qofse i ka pas pa inventar dijet, nuk i kanë hyrë në puna drejqit se pa inventar do më thëtë mos e dish ku i ke mendimin. Enveri thoshte që është si magazina pa inventar, do më thënë ka shumë dije që nuk i ka inventarizuar. Po, prisa të thoshte magazine madhe, jo pa inventar. Pa inventar njeriu bëhet kur i fillon skleroza multiple. Në rregull, ai filloi inventarin e vet Ramizi, por e filloi vonë. Po e kisha fjalën që është një parti pa inventar, e cila nuk i ka të listuara dhe të inventarizuara burimet njerëzore, por edhe antarësinë e vet. Po mirë, atëherë me që ke bërë divorc me Partinë Demokratike, ka qenë një divorc krejt i natyrshëm, krejt natyral. Unë nuk e kam menduar ndonjëherë më parë se mund të largohesha nga Partia Demokratike, sepse kam qenë antar KZZ-je, numërues votash, aktivist, dhe në atë imagjinatën time dhe në përfytyrimin tim, nuk e mendoja se një ditë do thoja që nuk jam më,
dhe do të largohesha ose të divorcohesha siç thoni ju. Por gjërat ndodhen. Kjo ndodhi në vitin 2021, ty u mbyll kapitulli për shkak të antarësisë më shumë dhe të ekipit politik. Sepse ishte e çuditshme që dikush i cili ka ndejtur në parti shpallet tradhtar për shkak një qëndrimi dhe njerëz të cilët kishin bler vota për parti tjera dolën pishtar të demokracisë vetëm sepse u rreshtuan me Sali Berishën. Dhe në ato moment unë kam thënë ky komunitet politik nuk do të thotë divorci ka ardhur në momentin që ishte bër skisma, ishte bër ndarja e madhe. Divorci ka ardhur Pasha Berisha. Dhe për një arsye shumë të thjeshtë. Pra njerëz të cilët në fushatat e kaluara ne i dinim që kishin bler vota për partitë të tjera, dolën u rreshtuan në atë foltoren, edhe ne e pam veten duke na thënë këta tradhtar ne, ndërsa këtyre që kishin bler vota dhe këta e dinin mirë që kishin bler vota për partitë të tjera, ju thonin pishtar të demokracisë, sepse po ndërkohë ti nuk ishe as me Lulin. Por nuk kam qenë, sepse kjo është keq kuptuar. Unë nuk kam qenë ndonjëherë njëri i afërt i Lulzim Bashës. Njerëzit e kanë Jo, në këtë përplasje nuk ishe me asnjërin e kam fjalën, as me Berishën, as me Bashën. Isha me një gjë. Si e kam marrë unë vendimin për të mos qenë me Berishën. Më thot dikush që duhet të jemi me Sali Berishën. I thashë, gjë. Ky 8 vjet thot që ikja ime është pa kthim, unë nuk jam më, keni kryetarin, vazhdoni. Është i pas 8 vitesh, vjen ky, fut gishtat dhe fishklen, dhe njerëzit duhet i shkojnë si zagar. Tekstualisht, po të tregoj bisedën kafe, se bisedën kafe janë me terma të tjera. Është i ky vjen, fut gishtat në gojë dhe fishklen. Dhe njerëzit duhet i shkojnë si zagar, përsëri tash unë nuk do të listohem të zagarët. Nuk isha ndonjë kështu për ndonjë mendim për Lulzim Bashën, mirë po, ishte më shumë një formë qëndrese, është si kjo joja me taksajt. Po. Ta thjesht një jo, bashkoni me këtë jo. Pastaj të shkoj si të shkoj për jo. Dhe më pas bëra edhe një divorc, siç doni ta përdorni ju, dhe me pjesën e Lulzim Bashës, për shkak të njëjtave qëndrime. Si ai, po sa dhe Luli futi gishtat në gojë, të rritit vetët ta largohej nga Berisha, hajde ishte më shumë një mungesë kreativiteti dhe mungesë intelekti dhe një tentativë për të bërë një Sali i vogël. Pra në gjithë veprimtarinë tënde ti do të imitosh Berishën, pra në kulisat dhe në kalqeton e vogël politike, atëherë pse duhet merr njerëzit me ty, shkojnë tek lojtari origjinal. Për çfarë do të merr njerëzit me ty? Pra ishte më shumë edhe qëndrim ndaj një kulture politike. Mirë, atë kulturë politike Luli e kishte reflektuar gjatë kur kishte qenë në PD. Patjetër. Nuk e nxorin 2021. E kishte reflektuar gjatë dhe ne kemi pasur ndonjëherë marrëdhënie të mira, por perceptimi është që këta janë me këtë. Dhe njerëzit i fusin një bojatisje të lehtë mendimit politik dhe thonë filani është me filanin, se e kam parë në kafe me filanin. Po. Dhe nga largësia mund të gjykosh gjithçka. Këngë ishin kënduar edhe Lul Bashës, siç ishin kënduar Ilir Metës, Fotosnanës, Sali Berishës, Edi Ramës. Madje atë këngën Moj Serbi murin ta prisha e kanë korrektuar tani që kanë shpallur Lulin besprerë, është hequr një varg për Lulin aty. Po. Është hequr varg. Po, kollaj për të hequr se o po më thon mua Lulzim Basha dhe ndron. Po, e hoqët. Mu po më thon o Sali Berisha. Nëse mund të jetë. Ka fjalën kaq për PD, kuptimin ka qenë një zhgënjim. Okej. Jo aq i thellë dhe emocional dhe patetik siç mendojnë njerëzit, por një zhgënjim në interesash, një zhgënjim përfaqësimi, zhgënjim karakterial për shumë njerëz, cilët kur unë e di që ti ke bler vota kundër partisë time, të paktën për shoqëri, nuk them që Kastrioti që më ka bler vota është hero i demokracisë dhe shoku im me cilin kam numëruar vota na dil ka tradhtar vetëm sepse ka një mendim ndryshe. Unë aty ja kam hequr vizën si parti politik. Pra, se partia është komunitet politik. Kam thënë ky s'mund të jetë komunitet politik normal. Unë lexova një status në Facebook përpara 3 ditësh ku ju shpallni, domethënë për momentin ti po them, po drejtohem ty, një nisëm kombëtare. Nuk mendon se do të tingëllosh megaloman kur shpall krijimin në një nismë kombëtare? Njerëzit që lexojnë thonë kush është ky më që ta bëj? S'po e bën dot Berisha, po e bën ky nismë kombëtare. Berisha ka nismën, pse s'po e bën Berisha? Mi pra, domethënë kur thua nisëm kombëtare reformimi së djathës, besoj që e ke pa Berishën. Berisha nuk e fut pjesë të projektit politik. Fare, por duhet se arrit diçka.
Nisëm kombëtare nuk është diçka aq megalomane si për shembull Komiteti i Pajtimit Gjagjeve. Pas ka të bëjë me diçka të tillë. Ju, meqense keni lexuar, është revizionizëm i asaj çfarë është e djathtë në Shqipëri. Dhe nuk është se e kam shpallur unë, sepse nuk ja lejoj vetes që dal një diletant ose një njeri që sharak që del në Facebook dhe shpall një jeni grupar miqësor, domethënë. Jemi grup miqësor në këtë radhë. Dhe nuk ja lejoj vetes unë që dalë dhe them që e shpalla unë personalisht një nisëm politike, sigurisht ajo është... Mund t'i bësh të ditur ca emra? Jo, nuk do t'i bëj të ditur emrat, sepse ata do të shpallen. Okay. Si thonë shprehjes me kismet të Zotit, ata do të shpallen dhe nuk mund t'i lejoj vetes. Ajo është shpallur pas një konsultimi dhe kafesh, se në kafen e kemi konsultim në kulturën tonë, dhe aprovimi verbal mes miq që po, kjo do t'jetë, do t'i bashkohemi dhe do të vendosim premisat për një revizionim politik. Dhe, që nuk kupton krimin e një lëvizje politike, eventualisht edhe të një partie politike. Të një partie politike, unë nuk e kam kompleks krimin e partisë politike, se këtu është bërë kompleks për shkak se është të lëndisur ideja e partisë politike, nga që dihet se çfarë bëhet me partitë politike, dihet që po i the parti politike tjetrit, ta merr si një hierarki servilizmi, se kështu ka treguar përvoja, nuk është se po e shpikim ne nga vetja, por kjo nuk është kështu, dhe nuk e di se për sa kohë mund të vazhdoj të mos jetë kështu, dhe nuk është se ka qenë një parti, sepse 104 parti si subjekte ka Shqipëria, por nuk është se ka nevojë Shqipëria për parti, ka mjaftueshëm. Ato 104 parti, janë 94 janë si shumë licenca SHPK-ja apo OJF-je, nuk marrin pjesë. Që e kanë nxjerrë dikur vendimin gjykatë dhe funksionojnë në pagunas taksas kanë as sponsor. Është bërë kjo alergjia ndaj partive. Ata thon parti, gjithme nga një parti, pa dhe normalisht do të përballesh dhe me këtë. Patjetër të sot dyshohet për gjithë këndën dhe për gjithë shka. Po je i dyshuar dhe njerëzit kanë drejtë edhe të dyshojnë. Po, pyetja e parë fillon këtë përvojë. Kush të paguan? Po më pyet mua kush paguan. Paguajnë veten. Paguani veten. Po, paguajnë. Është pasurin e ju sa mbani dhe partinë. Nuk e kemi ende partinë, do të shtrëngohemi. Po lëvizjen, idenë, grupin nisëtar. Do të shtrëngohemi dhe jeni kaq të ndershëm sa që harxhoni parat tuaja. Do ta shpjegoj unë këtë. Po do ta shpjegoj me një shembull nga jeta që e kuptojnë edhe shikuesit edhe ti. Sa më thot një mik i imi, duam të ndërtojmë një pallat dhe më gjej një investitor. Apo ai ishte inxhinier dhe i them me sa lekë nxjerr atë ndërtesë në kostot më të ulta. Shikoj, unë jam inxhinier dhe unë mund të ul kostot shumë për shkak se një punën të betonit tek hekura tek puna. Dhe çështja e kësaj partie është e njëjtë, duke pas qenë ne aktivist, edhe duke pasur njerëz dhe miq dhe duke ditur mënyrën e organizimit kapilar dhe kirurgjikal, ne mundemi të bëjmë një lëvizje politike me gjysmë kostoje, ose me gjysmë çmimi, sepse ka parti në Shqipëri të cilët paguan vetëm me para, ose vajiset ai organizmi vetëm me para dhe pas zgjedhjeve ajo mbaron. Do të nuk jeni film Hollywood, jeni film i pavarur. Jemi një budget. Në buxhet ulet. E nisa të them, nuk është se unë nuk jam kritik ndaj vetes, jam shumë kritik ndaj vetes. Në çdo veprim që bëj, them pyes veten, a thua mos ngjaj si budalla? Para njerëzve, pra ose mos ngjan si Evi Kokalari për shembull. E kolaudoj, lutem se nuk dua të përmend emra. Jo pse, Evi Kokalari ka qenë eksponente e Partisë Demokratike, nuk e di në çfarë cilësie teknikisht. Ka qenë në krah Sali Berishës, sidomos të marrëdhëniet ndërkombëtare, ka shpallur ambicien për të qenë kryetare e Partisë Demokratike, madje jo ambicien, po i ka paralajmëruar Berishën dhe të tjerët edhe Bashën, që do tifuzin burg. Mbaj mend që një herë erdhi për të shpallur themelimin e Partisë Konservatore Shqiptare, s'është bërë një takim te hoteli Rogner, pastaj takoi dhe ambasadorën. A ti thua se mos po ngjajmë kështu në këtë mënyrë? Po, unë jam votues. Okej. Unë të shoh nga larg dhe them, okay, aventurier i radhës thuat. Jo, aventurier jo, po domethënë pse duhet vim pas teje, pse do kesh ti sukses? Shiko, kjo është e vërtetë, është pyetja më e drejtë. Është detyra ose barra e provës të atij që merr përsipër lëvizjen politike
të bindë se pse duhet ketë sukses ose pse ti duhet ta votosh. Po. Pra për të bërë një lloj dallimi, qysh tani, unë po të them që Shqipëria ka 5199 kuti votimi, ka 5000 fshatra, po themi, e thash këtë për të treguar që si aktivist të mëparshëm një njohim terrenin politik, njohim njerëz në të gjithë territorin e Shqipërisë, njohim që duhet një person përgjegjës për çdo kuti votimi, dhe dim që për çdo kuti votimi duhen minimalisht 10 vota, pra dim mënyrën e organizimit politik, dhe këtë duam ta kombinojmë me anën mediatike të komunikimit publik, të shpalosjes ose të shpërfaqjes së qëndrimeve politike. Nuk po them ideve se këto idet janë bërë pak më abstrakte, por them qëndrime politike për çështjet shoqërore dhe nisma kombëtare ka qëllim revizionizmin e të djathtas në Shqipëri. Pra ne mendojmë që e djathta ka edhe vokalari që unë jam e djathta e vërtet, po doja s'është e djathtë. Është shumë e bukur nga ana jote. Prandaj dhe quhen Parti Konservatore. Është shumë e bukur dhe e talentuar nga ana jote në shërbim të debatit që vendos krahasimin me zonjën e fjalë. Ne jemi këtu brenda vendit dhe kemi thellësi në njohje dhe një rrënjë brenda vendit, në bazamentin e këtij vendi. Okej, pra e përsia ndaj saj është ajo që jeton në Shtetet e Bashkuara, ju jetoni në Shqipëri. Përveç mund të ketë dhe njerëz të cilët jetojnë në Shqipëri, por nuk janë të kolauduar aq mirë me politikën. Ti ke të drejtë të paragjykosh për mirë në këtë drejtim, sepse është normale, ty të ka ardhur në studio një njerëz që thotë ne do të marrim një iniciativë politike. Dhe ti ke drejtë thuash kush jeni ju, që merr keni ju një iniciativë politike, pra ke të drejtën të jesh dhe ironik dhe shpotitës deri në momentin që ne do të vërtetojmë të kundërtën. Dhe është detyra jonë për të vërtetuar të kundërtën. Nga partitë që kemi sot në parlament, edhe ndoshta ndonjë që është jashtë parlamentit, por që ka një farë relevancë që ka marrë ca vota, përfshi për shembull partinë e Lulbashës, që janë e famshme me 20.000 vota. Cilat konsideron parti të djathta? Të them të drejtën, në pikpamjen time nuk konsideroj parti të djathtë në Shqipëri asnjë. Pra as partinë Mundësia. Nuk më ka thënë asnjë qendrim të djathtë. Ti marri me radhë ato që parashikon në si objektiva të nismës kombëtare për të parë se ato janë vetëm disa fraksion pjesësh. Po, për të parë se ku ndajeni ju, me që jeni një grup jo vetëm ti, me partitë e sotma të djathta. Komunizmi si biologji e dëgjojmë rëndom, madje shumë më shumë nga kjo PD-ja tanishme se sa nga PD-ja e 92-97 apo 97 2005-s. Bite etërve, unë jam nga ata që janë të irrituar nga kjo, dhe e kam thënë në televizion, e kam thënë në Facebook, e kam thënë kudo. Kam thënë, nuk mund të më kërkoj llogari mua pse e kam pasur unë babain komunist, asnjëri që është në një parti ku kryetari është komunist vetë. Ashtu siç askush nuk ka drejt të thotë Shkëlzen Berishës që ti je bir komunisti. Shkëlzeni është bir biologjik dhe shpirtëror ndoshta i Sali Berishës dhe i Liri Berishës, por nuk mbart mbi vete asnjë nga mëkatet e Berishës apo të Lirisë, aq më pak në kohën e komunizmit. Shiko të shpjegoj. Mua më ka nervozuar vetë kjo. Unë nuk është se kam pasur prind komunist apo në sigurim apo diku tjetër. As vetë nuk mund mendohet që kam qenë, sepse jam datëlindja 89-ta. Komunist kam pasur një moment saktuar jetës vetëm gjyshin nga nëna, por jo në aparatin e dhunës, por në investime, pra sekretar partie në investime, në vepra publike, për shkak të profilit si inxhinier zbatimi. Nuk kam lidhje me tjetër. Edhe pak gjyshen të internuar nga Mallakastra në Mamurrës, por kur nuk i kam përdorur këto, as për të shkuar në shoqatat e përndjekurve politik për të kërkuar kuota në PD siç bënin këta, dhe asgjë të tillë. Lufta biologjike më ka nervozuar për shkak se më duket hitleriane si qasje. Ati qasësh tjetërt me biologji dhe me trashëgimi. Ose komuniste që në përshë kem deri te Hitleri. E kemi pasur në Shqipëri, goditej politikisht filani, goditej dhe familja dhe rrethi familjar, pra kriteri biologjisë. Dhe çfarë ndodh tani? Thuhet
nga e djathta e pretenduar që filani është biri filanit, dhe kjo nuk është vetëm media. Në të gjitha tavolinat edhe është prej kohësh kjo, në të gjitha tavolinat e demokratëve të sotëm, hëse biri filanit, hëse babën komunist, hëse kështu. Dhe një ndër arsyet pse jemi edhe konfliktuar ka qenë kjo, që nuk mund të jenë komunistë të mirë ata të cilët janë me ne, dhe komunistë të këqij ata të cilët janë me kundërshtarin. Mbi premisa biologjike, unë mendoj që antikomunizmi është qëndrim filozofik. Është e bukur ajo shpreha në anglisht. He is an SOB, but he is my SOB. Do të thënë, është biri i nënës K. Po është jemi. Po pra, është ideja këtu. Unë nuk kam qenë antikomunist, ne kemi qenë antikomunist në tifozlik. Timin e tifozerisë. Çfarë janë kundërshtarët komunista? Ne ishim kalamaj që shkonim pas Partisë Demokratike dhe mbledhjeve të Partisë Demokratike, të tjerët ishin komunista dhe gogoli i vendit. Tani imagjino se duhet ndihem unë. Unë jam bërë antikomunist kur kam lexuar Solzhenitsinin, antikomunist filozofik. Po, aty fillon ka filluar nga filozofia, po ka filluar nga përvoja reale. Imagjino se duhet ndihem unë që jam lidur në 68-ën, që në dhjetor 90 kam qenë në sheshin që sot quhet demokracia në qytetin Student, në protest kundër komunizmit, dhe Sali Berisha erdhi dhe më tha shkoni në shtëpi, mos harroni Kosovën, presidenti Ramiz Alia është me ne. Shumë mirë. Si duhet ndihem unë që pas 36 vjetësh vazhdon Sali Berisha të më thot bitë e hetërve. Pra duhet ndihesh i zgënjur dhe ndihemi zgënjur, ndihemi neveritur nga gjithë ata që e mbajnë. Kjo më ka nervozuar tek lufta biologjike. Doli na u bë antikomunizmi tani gjakmarrje me familjen e Kristaq Ramës. Por nuk është dinjitoze për qesharake tulesh me njerëz tavolina, se në televizor është diçka tjetër, në televizor njerëzit kursehen. Po tulesh me njerëz tavolina dhe varet dhe me kë ulesh, pra cili është niveli, po aty ku ke nivel burnor dhe ka njerëz të mençur, ty thon po ju jeni në rregull me këtë. Ç'është kjo antikomunizmi, gjakmarrje me familjen Rama? Komunistët që janë me ne janë të mirë, komunistët që janë me ne na dalin tani kriminal dhe gjakatar. Po u harrua çfarë kishte thënë Kastrioti Islami për shembull në parlamentin e parë. Po përveç çfarë qendrimesh kishte mbajtur. Po e tha vetë në dëjata, na ka thënë ai që do ju thyej gishtat dhe do ju thyej kafkat demokratëve. A doli, pra nuk duhet të kemi qasje biologjike. Ajo çfarë mungon këtu është qasja antikomuniste filozofikisht në shoqëri. Dhe në këtë pikë ne kemi thënë revizionizëm të qëndrimeve. Nuk e duam antikomunizmin biologjik, e duam antikomunizmin filozofik në trajtimin e njeriut. Do vim dhe ata kato. Po me që përmende të persekutuarit, ka bërë drejtësi Partia Demokratike me të persekutuarit? Kur? Çfarë drejtësie? Pse s'ka bërë drejtësi? Çfarë duhet kishte bërë? Unë mendoj se duhet kishte bërë një gjë, të garantonte një sistem politik dhe social ku të persekutuarit të rehabilitonin vetvetën. Një ndër gjërat më të turpshme për mua ka qenë përqendrimi i çështjes së të përndjekurve politik te kësti. Kësti radhës mirë, kësti radhës po. Po pyete pak veten, për çfarë u përndoqën këta njerëz? A u përndoqën për pluralizëm politik? A u përndoqën për qëndrime, për tentativat për të krijuar parti të reja, për liberalizim të jetës politike ose sociale në atë kohë? Nuk po them për njerëz të cilët janë kapur për vjedhje pulash dhe na kanë dalë përsekutuar me letra të falsifikuara. Po them për individët të cilët u përsekutuan vërtet, pra ishin vërtet armiq politik. Se edhe kjo e denigroi në vetvete pastaj. Shënimi i emrit si të përsekutuar pas vitit 90 nga gjithkush për të përfituar këto banesa falase çfarë ishin në atë kohë. Por unë mendoj se kompensimi më i madh dhe zhdëmtimi më i madh për çështjen e të përsekutuarve është ndërtimi i një sistemi politik. Një sistemi politik ku kurrë të mos përsëritet më përndjekja politike. Ky është shpagimi më i mirë. Ata që kanë qenë përsekutuar kanë qenë dikush në atë kohë dhe në një sistem politik mund të rivendosin përsëri ekonominë në brez së dytë. Mund të rivendosin përsëri karriera. Se kanë qenë dhe njerëz të zgjuar me një bazament, po them familjar, kulturor dhe njohje mbi ekonominë. Këta çfarë bën? Ta e kthyen komunizmi jonë dhe komunizmi atyre. E janë i të bëjmë ne një hakmarrje tribale. Ti fusim në këtë idenë që ata na kanë përsekutuar ne dhe ne tani do t'i përsekutojmë ata dhe sistemi politik i Shqipërisë do të mbetet një lloj konsensusi tribal.
ose kuota shtribale. Ajo çfarë nuk u bë dhe nuk ju dha të përsekutuarve ishte pikërisht kjo. Nuk po them që të bëjmë një privilegjim tjetër. Që të themi tani me qenë se erdhi pas 90-ta, i gjithë pushteti me preferencë do t'ju takoj të përsekutuarve politik. Nuk është as kjo. Pra nuk mund vlej më shumë në shoqëri, sepse jemi për atë barazitizmin, jo barazitizmin socialist, po barazitizmin para Zotit. Shiko, unë kam pasur fatin e keq që ndiqja televizionet italiane në vitet 90, shumë, kuptoja italishten, dhe dëgjoja Václav Havelin në për intervista dhe e krahasoja me PD-n e Berishës. Dhe më rezultonte PD e Berishës të mërësisht larg Havelin. Për shembull, për sa i përket përsekutimit, Haveli mbronte në një intervistë me këmbgulje një ligj special që kishin kaluar në parlamentin Çekoslovak, ende pa u ndar Çekia nga Slovakia, që thoshte të gjithë personave që kanë pasur nivele postesh në infrastrukturën, në superstrukturën e shtetit komunist, duke filluar që nga sekretar partie, drejtor e lartë, për 5 vjet u ndalohet e drejta të bëjnë biznes. Dhe gazetari i thoshte, po ky është diskriminim. Ti s'mund të trajtosh dy njerëz me dy standarde. Dhe ai thoshte, po, është diskriminim. Po është rikthimi i drejtësisë, kompensim për 50 vjet që këta kanë përfituar. Dhe këta njerëz sot kanë know-how, kanë kontaktet, kanë formimin kulturor, profesional, sepse kishin mundësi ta kishin më mirë se të tjerët. Dhe ki parasysh që Çekia s'ka qenë diktatura e Shqipërisë. S'ka qenë aq e egër. Megjithatë ai thoshte 5 vjet, unë thoshte nuk po i fus as në burg, as po i internoj, as po i pushkatoj. Po i them 5 vjet nuk do bëni biznes derisa këta të tjerët që e kanë pas të mohuar të vinë ke niveli juaj, pastaj garoni gjithë bashkë. Është edhe kjo një mënyrë. E dyta, ne si hapëm dosjet kur, si kemi hapur sot e kësaj dite. Jemi në vitin 2026. Unë e di kush më ka spionu i pari në sigurim, ai është fare i qetë. Se unë s'mund ta them emrin e tij, se më dënon ligji. Mua më ka pëlqyer. Ai më takon, më përshëndet, më thotë si je, e kupton? Mua më ka pëlqyer një qëndrim Jusuf Vrionit në një intervistë. Edhe ishte një person që reflektonte edhe në pamje një lloj fisnikërie me një toskrishte të vjetër të bukur klasike. Edhe e caktuan ambasador në UNESCO. Po. Dhe i thot gazetari i shquar zoti Fevziu, i thot që fakti që ta antarësuan ambasador në UNESCO, a tregon se është një kërkim fali nga ana e shtetit sepse të burgosën? Dhe i thot që nëse kanë bërë këtë, kanë bërë shumë gabim. Unë nuk mendoj që postet shtetërore janë për të kompensuar njerëz të cilët janë burgosur, unë mendoj që duhet ma japin postin për merit dhe shpresoj të ma kenë dhënë për merit, për shkak se kam qenë njëri i kulturuar dhe i ditur dhe jo për shkak të burgut, sepse nëse nisi me këtë, që për shkak të burgut ne do të kapim postet shtetërore me një lloj privilegjimi, shkatërrohet shteti në të njëjtën mënyrë si shkatërrohet me luftën e klasave. Po, si në 45-ën që kush ishte partizan me i Zoti duhet merrte poshtë më rëndësishme. Shkatërrohet në të njëjtën mënyrë. Dhe unë mendoj që ne duhet ikim nga kjo, ta kalojmë të dalldin. Ndoshta ka qenë normale në 15. Mendon se duhet hapen dosjet? Unë mendoj që dosjet duhet hapen, por kam një mendim të keq për njerëzit që merren me politikë, sepse nuk janë njerëz të cilët pranojnë një katarsis, sepse dosjet shoqërohen me një katarsis të madh social. Patjetër. Sepse aty do dalë që ka spionuar kushuriri, ndoshta dhe vlajn, dhe është një katarsis, pra një koncept edhe fetar në lidhje me dosjet. Edhe nëse ka qenë dikush që është detyruar të spionojë një kushuri, nuk e ka spionuar nga dëshira, por e ka spionuar i trysnuar. Po nuk bëhet paqja, pa e hapur dosjen, dhe pa e sjellë të dy palët në një tryezë. Denoncuesin viktimën, duhet bërë kjo paqe. Po denoncuesi duhet kërkoj falje. Jo, denoncuesi, pra po thua për spionin. Spioni duhet kërkoj falje. Po pra, mund të kërkoj dhe falje, po duhet bësh një komision të katarsisit social. Kosova bëri komisionet e të vërtetës më. Pra, i ka bërë Afrika Jugut, i ka bërë Kili. Këtë po të them, Kosova pati një fat që bëri një komision ose një lëvizje të Anton Çetës, i cili mblodhi burra dhe gra. Dhe gra në Kosovë janë futur në odat e burrave 19 vjeçare,
për të pajtuar gjaqet në Kosovë. Sepse u tha që ne nuk mund të fillojmë luftën nëse nuk pajtojmë hasmëritë mes shqiptarëve. Dhe u pajtuan mbi 2000 gjaqe në lëvizjen e Anton Çetës, dhe të Adem Grabovcit, të Havashalës, të gjithë të tjerëve. Në Shqipëri nuk ka kush e bën këtë. Ne nuk na ka mbetur asnjë autoritet moral shoqëri. Shikoj sot cili është autoriteti moral shoqëri që mund të ndërmarrë lëvizje të tilla. Cili është i fundit? Kush do ke qenë? Sabri Godo, cili? Apo duhet një ligj për këtë. Pastaj ata personat janë. Ajo duhet të shoqërohet dhe me një lloj legitimiteti moral të njerëzve. Kush është në shoqërinë shqiptare, cili është që mbahet dhe ka një konsensus respekti të shoqërisë të njerëzve, cili? Ne më duket se kemi mbetur pa figura dhe pa referenca të njerëzve po se kemi gjuajtur me balt nga të katër anët. Prandaj po them, ne kemi vështirësi të tilla, edhe nëse fitojmë zgjedhjet, unë dhe ti dhe ulemi dhe e firmosim atë ligjin, nuk ka kush e ekzekuton. Në kuptimin moral, sepse don dhe legitimitetin dhe legitimimin moral. Jo, prapë them që bëhet. Shikon, momenti që bëhet ligji, momenti që fillon publikimi i dosjeve, se Afrika e Jugut e Kili e bën shumë thjesht. Do të mos të bëhet publike dosja edhe të fllitjesh para të gjithëve? Hajde, prano çfarë ke bërë. Ta thrasim personin që ka pësuar nga spionimet e tua. Do t'i kërkojmë të falje atij, po të kërkosh ti falje. Edhe që të meritosh falje, ti duhet të tregosh gjithçka. Dhe të pranosh gjithçka, madje edhe ato që ne nuk e dimë nga dosjet. Shumë mirë, shumë e drejtë. Mirë pra, kështu që unë mendoj që po të filloj të veprojë mekanizmi, do ketë njerëz që do dalin të thonë por, vlla, unë kam qenë spion. E kam bërë. Po do dalin dikush të thotë drejt, më fal. Më duhej një trisk buke, kështu më fal, buka s'ka qenë trisk. Bursë, shkollë. Një bursë, jo më bursa është banale fare. Jo më buk, s'kisha buk për kalamajt dhe merja mishë dhe qumësht nga operativi i zonës që të spionoj aty, e kam bërë. Po duhet ta thot, po nuk e tha, nuk fillon. Nuk e dia jemi vonë. Nuk e marrin guximin për ta thënë këtë gjë nëse nuk i thua që shiko dosje do bëhen publike. Unë nuk e thash kot që na duhen disa autoritete morale të cilët t'ja bëjnë të lehtë dhe për ta thënë dhe ta menaxhojnë pastaj thënien që të mos shkojnë në konflikt dhe në gjuhë urrëtie në rrjetet sociale dhe në media. Se ti e di që ne jemi vendi i parë në Europë ndoshta për gjuhën e urrëties në internet dhe gjuhën e urrëties në media. Po jemi, po problemi është se në bindjen time, unë nuk është se i kam të gjithë provat, po disa indice të forta i kam. Pjesa më e madhe atyre që kanë spionuar para 90-s vazhdojnë të punojnë për qeverinë. Sot, të shantazhuar me dosjet e djeshme, përdoren si përbaltës, si spion, si intrigant në përlëvizje. Te Aleanca për Teatrin i kemi pasur disa. Deputeti Myslim Murrizi e ka thënë në seancën komision parlamentar që ka 3 vetë bashkëpunëtorë të sigurimit në Aleancën për Teatrin, unë i sfidova publikisht e thash thuaje emrat dhe nuk i tha publikisht. Dhe kur u takuam, thas mund t'i them publikisht, kanë firmosur detyrimin ligjor për ta mbajtur sekret. Sepse kanë përfituar informacion në saj cilësisë si deputet antar i Komisionit Sigurisë në parlament. Pra, është ligji që është bërë mbrapsht. Unë kam qenë pro ligjit. Ta thash ligji më dënon mua nëse unë them emrin e atij që më ka spionuar i Unë pari. kam qenë pro ligjit në vitin 2023 ose 2 kur u lançua për t'i hapur dosjet totalisht me transparencë totale informacioni, por kishte shumë njerëz që ishin kundër, thonin që do dalin njerëz kështu që s'duhet, njerëz që nuk duhet ju dalë emri, që duhet shkosh të marrësh informacion ti për tjetrin, pra ishin këto çështjet. Ishte kjo frika që mos na dalin emra që më kanë hallë të mbrojnë kontingjentin e spionëve sepse ka përdorur çdo parti. Ka përdorur dhe Berisha kontingjentin e spionëve. Ka përdorur dhe Berisha, ka përdorur Berisha fuqimisht si dhe Berisha. Po, jo kur them dhe Berisha them Rama dhe Berisha. Mos e bëra më mirë për jashtimore. Jo. Që në mandatin e parë ka filluar kjo histori me Berishën. E kam fjalën kjo, kështu është kjo punë. Që të bëhesh drejtori atë ATSH-s, drejtori i piramidës, ku diun, ministër, drejtor komiteti, agjencie kombëtare, duhet ishte spion. Ai në Hungari, me sa pash, kishte dalë dhe thënë që do ta ndjekim në Hungari dhe këtë çështjen e spionëve të sigurimit shtetit. Nuk e di se sa mund bëhet sot në Shqipëri, por unë jam shumë pro që të hapet dhe të shoqërohet me një katarsis. Shoqëri të totalitare, nuk ta përmenda kot Shëlzenici. Po prandaj pse vetëm ashtu pastrohet shoqëria. Shoqëri totalitare, diktaturat e dehumanizojnë njeriun dhe detyrojnë të bëjë gjëra që nuk mund t'i bënte në kushtet e tjera
Dhe i vetmi kurim për diktaturën dhe pasojat e diktaturës në shoqëri është katarsisi dhe transparenca. Nëse e mban të fshet, vazhdon dhe jep efekte dhe acarohet ose agravohet dhe akumulohet sekreti dhe frustrimi prej diktaturës dhe prej historisë të diktaturës. Ne nuk e bëm këtë, nuk tentuam ta bëm dhe jemi këtu 36 vjet më pas, flasim për të njëjtin problem. Një problem të cilin duhet ta kishim zgjidhur. Flasim për njëjtin problem, për spionit të sigurimit shtetit. Tjetër që ti e përmend në statusin tënd dhe që sigurisht është shumë e nxehtë, si temë vazhdon akoma fatkeqësisht 36 vjet pas pluralizmit, që unë se quaj demokraci. Çështja e pronës. Ka folur PD-ja, po në këndvështrimin tim vetëm ka folur për ta zgjidhur problemin e pronës. Sot pas 36 vjetësh, si do ta zgjidhni ju me reformimin e djathtës çështjen e pronës në Shqipëri, drejtësisë për pronë? Kjo është një pyetje direkte. Shqipëria ka pasur një fond toke me të cilin nuk dihet çfarë është bërë dhe çështja e pronës ka mbetur sepse ingranazhet e shtetit krijojnë pengesa me 5 vite, 10 vite, 15 vite dhe vdesin dhe trashëgimtarët dhe nuk e gëzojnë familjet pronën, po flasim për pronat e zaptuara, nuk e gëzojnë kompensimin. Dhe kjo ka shkuar larg, sepse të gjitha rrethinat e Tiranës, po them, ku kanë qenë prona të familjeve tiranëse, janë të zaptuara dhe i kanë harruar me veten, sepse kanë gjykuar që nuk mund t'i marrin më. Tani, unë mendoj kështu, shteti nuk do t'u jap kompensim pronarëve nga parat publike tuat dhe të mijat. Mendoj se ata të cilët kanë ndërtuar në tokën tënde, siç kanë ndërtuar atë vilën 3-4, duhet të paguajnë dhe tokën. Pra nuk po të themi largohu nga shtëpia, por po të themi që paguaja tokën kastriotit me qenë se ka ndërtuar pa leje në tokën e tij. Kjo nuk është bërë, sepse është bërë një lloj si me 7500 nishin. T'ja u bëjmë këtë që t'i kemi kontingjent për vota. Ti parti politike nuk mund ta ketë kontingjentin e votave në paligjshmëri. Dhe unë këtë do kisha bërë. Pagueni tokën atij të cilit ja keni zaptuar, nuk po i futeni zakonit apo përmbarimit që të largojmë nga vendi, por paguaj hakun. Sepse për të bërë ajo pronë, të jap një shembull konkret. Për të bërë ajo pronë mund të kenë punuar 3 breza dhe i kanë blerë në kod zogut me Napoleon Ahari dhe ka qenë mundi dhe mundimi i familjeve të tëra shqiptare që kanë krijuar një pronë dhe ti shkon një zapton. Ka pasur lëvizje sociale të forta, demografike, është zaptuar toka, nuk mund t'i përzëm më njerëzit, mirë po, të vendosë që në 20 vjet, 15 vjet, si një lloj si kredin, duhet t'i paguash pronën pronarit. Unë jam për këtë lloj ligjshmërie. Shikoj çfarë ndodh. Në brenda vijës verdh të Tiranës së sotme, po ndoshta në skaj ose jashtë vijës verdh në Tiranën e dikurshme, Po. Stërgjyshi im ka pasur 8000 metra tokë. Po ta jap me rast konkret, që të shikosh se si shkon abuzimi. Ka qenë e lirë në vitin 90. Është bërë vetëm një ndërtim. Një polic ka bërë një ndërtim pa leje dhe duke vjedhur tokën sigurisht. Edhe sigurisht që ai donte dhe obor, nuk donte vetëm shtëpinë. Nuk ka ndërhyrë shteti. Ne si qytetar turtë të butë dhe që zbatojmë ligjin, kemi pritur shtetin gjithë këto vjet. Kur nuk tha shteti që ajo tokë kthehet. Kushtetuta e 98-s thoshte që prona fitohet me trashëgimi, me shitblerje, me dhurim dhe çdo akt ligjor dhe nënligjor që bie tash me këtë net shfuqizohet. Dhe brenda 3 vjetësh kishte detyrim klasa politike që të miratonte të gjithë paketën ligjore në zbatim të këtij neni kushtetues. Nuk u bë kurrë. Nxirrte pretendime shteti, jo, nuk e jap unë atë tokë, sepse kam një investim shtetëror atje, ka pas një pikë për të prodhuar beton. Po që s'përdorej më, unë 35 vjet. Është çesharake sepse prevalojnë interesat e Tani shiko çfarë ndodh. Duke qenë se ky polici kishte ndërtuar atje, toka filloi të bëjë interesante edhe për tjerë, se thanë po këtu ndodh ka gjë. Kur i teket shtetit, në vitin 2019, thot, më ka rënë tërmet, më duhen troje për ndërtime. Dhe këtë tokën që nuk na ka kthyer, na e merr. Ja jepin dritit, i thot më ndërtot sa pallate 4-5 katëshe,
ti do fitosh kaq, unë do fitoj kaq, çfarë do të mbetet, do t'ja marrin pronarët e trullit. Tani ku është Kleçka? Ky polici bashkë me ca të tjerë kanë marrë shtëpi, sepse ju shen banesa që kishin ndërtuar pa leje dhe u dha apartament. Po. Ne pronarët po presim të marrim përqindjen që na ka caktuar bashkia, pa na pyet fare. Tani shtrohet pyetja, që nga 91-shi deri këtej, nuk e kishte këtë shtet, këtë formulë shteti? Unë ta dhash përgjigjen, kjo që do të them është shumë anti-elektorale, ndoshta, nëse po flasim për kandidim zgjedhje dhe për elektorat, unë po të them diçka shumë anti-elektorale, që është në domin tim. Por do të them që nëse unë do ta kisha në dorë të gjithë njerëzve që kanë zaptuar tokën dikujt tjetër, nuk do t'i dëboja, por do t'i detyroja t'i paguanin familjes pronare shtrirë në 15 vjet ose 20 vjet kompensimin e tokës. Tani ky shtet është shtet banditësh. Të them një gjë më anti-elektorale se kjo, se unë s'kam dorë më të kandidoj, kështu që jam rehat, mund të flas. Po, edhe unë jam vetes. Po ti bjeri vetes, po unë nuk e kam problem se nuk do kandidoj. Unë do ta bëja ndryshe, më radikale. Ke ardhur nga skrapari apo nga kuksit, mos bëjmë ndarje krajinore, s'ka rëndësi nga ke ardhur. Po. Dhe ke zënë një trull që nuk është jote. Me çfarë arsyetimi, sa atje ku ishe ti nuk jetohej, s'ka pron, ma kishte zënë hidrocentrali, kjo ajo, bukuri. Si nuk jetohej. Bukuri. Atëherë të gjitha pronat që ke atje do sekuestrohen. Do kalojnë te fondi i pronarëve, se ti nuk të vlen ato prona. Ti nuk jetoje dot me ato, erdhe këtu. Mund bëhet edhe kjo. Varianti tjetër, do shtëpinë ti, jo më siç e bëri bashkia tani. Jo, shtëpinë do ta shem unë, se s'mund të kesh ti 300 metra, 500 metra obor në Tiranë. Ku po ndërtohen 20 kaçet, 4 metra larg 20 kaçes tjetër. Unë do ta shem, do t'japi banesë. S'mund të jesh pronar trollit ti. Me po shteti çfarë bën? Është kaq i ndyrë, sa që siç na mashtron ne pronarëve dhe na diskriminon, edhe këta po i diskriminon. Avokati Real Daga ka dalë në mënyrë të përsëritur në televizion dhe ka thënë, kujdes kur firmosni kontratat me bashkinë, nuk jeni pronar të apartamenteve. Po ju a jep në përdorim shteti, këtyre që kanë humbur shtëpinë ose në bazë për shkak të tërmetit ose për shkak se kanë ndërtuar pa leje. Unë mendoj këtë. Dhe më falë tjetër se harrova edhe një detaj. Si mund të lejoj nga Partia Demokratike ato 8 vjet dhe nga Partia Socialiste këto 13-14 vjet që është në pushtet, që Kastriot Çipi që do të bëj një biznes e merr ka me $1 metri katror trullin shtet, kur ti s'ke kompensuar pronarët me paske trull ti për t'i dhënë X dhe Y-it edhe nuk paske për t'i dhënë pronarit, se unë zëja me Berishën para ca kohësh, doli bëri një status, këta maskareta po i japin pronat e ushtrisë për kampe refugjate, se ku diun se çfarë për infrastrukturë apo japin privatit. Ore zotri, je kryetari i partisë më të madhe djathtë në Shqipëri, pretendon që je djathtë. Dile dhe thuaj këto toka duhet i kishin marrë pronarët që s'janë kompensuar akoma 36 vjet. Sa jetë ka njeriu? Ata nuk e bëjnë sepse ju ka ecur edhe kështu. Pra, kanë ndetur parti të mëdha politike dhe grupe të mëdha financiare, edhe duke mashtruar. Dhe janë legjitimuar. Ju ka ecur kungulli mbi ujë dhe nuk e bëjnë këtë. Dhe dikush tjetër nuk del ta thotë dhe nuk del t'i bind njerëzit, që shiko këta e kanë mundësinë, por nuk duan t'ua japin, dhe vazhdon kjo zvarritja. Nuk ka këtu legjitimitet dhe legalitet. E kam thënë qysh në vitin 91, nga sa kam lexuar unë, se 91 kam qenë 2 vjeç, e kam thënë që të kthehemi, të bëjmë pluralizëm, por jo të kthehemi në tek bejlerët dhe agallarët. Pra në kuptimin e legjitimitetit të pronësisë dhe legjitimitetit të së drejtave. Pra ky është në forma të ndryshme një përshtatje, një shtet leninist revolucionar, i cili revolucionarizon gjithçka, deri dhe tek prona, tek të drejtat, tek jeta, të gjithçka tjetër. Edhe improvizon, vazhdimisht. Ti je në kushtet e revolucionit, por është taktika dhe ideologjia që shpikën këta që duhet të përshtasim revolucionin në kushtet e kundër revolucionit borgjezisë ndërkombëtare. Dhe kur erdhi borgjezia ndërkombëtare që e fitoi luftën e ftohtë Amerika me Europën kundër Bashkimit Sovjetik, këta u hodhën në planin e kundër revolucionit, që do të përshtatemi në konjunkturën e re ndërkombëtare që ka ardhur, nga një parti do të bëhemi 2 parti, por do të vazhdojmë të mbajmë atë binomin që faktori i huaj të jetë i detyruar të hyjë patjetër në marrëdhënie me ne dhe të mos na kërkoj shumë reforma dhe shumë ndryshime. Dhe shikoj sot,
Nuk po them unë janë bashkë në kuptimin banal të marrëveshjes, por janë bashkë në piketa që kanë vendosur për shtetin. Sepse nuk është se nuk deshi njëra palë t'ja jepte pronën dhe pala tjetër luftoi për t'ja dhënë pronën. Po si ka mundësi dy grupet më të mëdha politike kanë të njëjtin qëndrim ndaj pronës? Dy grupet më të mëdha politike në Shqipëri do të thotë që shumica e njerëzve këtu janë bindur që nuk duhet legalitet, nuk duhet legjitimitet, nuk duhet t'ju lejojmë njerëzve asgjë, kush jetë më i forti ta marr, ju ka shijuar pasuria tjetrit, pra jemi kthyer tek ajo plaçkitja dhe mercenarizmi i kohës së perandorisë osmane. Meri Beu në atë kohë 300 meshkuj, premtoi u 3 Napoleon Ari dhe shko digje dhe grabit dele, e lop e kuaj. Ne kemi në teknologji tani këtë. Ram dakord që në Shqipëri nuk ka parti të djathta. Në botë, në Europë apo në Amerikën e Veriut, cilat sheh si parti të djathta që do të shërbenin si pika referimit, themi, për këtë lëvizje të re? Unë kam një mendim tjetër për këtë. Unë mendoj që e djatha është e dënuar të mos ketë referencë. Është e dënuar të jetë kombëtariste. Nuk mund të jetë asnjëherë me referencë në vende të tjera sepse ai përshtatet. Jo, nuk fola për patronazh. Sigurisht duhet të parti sovraniste, duhet të mendoj për shqiptarët, po filozofikisht ku e shikon ngjashmërinë me cilat parti europiane ose të Amerikës Veriut? Nuk ka një lloj ngjashmërie, sepse ne nuk mund të futemi tek spektri racist i disa të djathave. Për shembull, dikush mund të thotë me anti-establishmentin europian. Pra anti-establishmenti europian po ta vëshësh ekskluzivisht anti-musliman. Kjo është diçka krejt e papranueshme. Janë parti ekskluzivisht anti-muslimane, se thonë që ky qytetërimi është judeo-kristian dhe ne do të luftojmë kundër kulturave të tjera dhe feve të tjera. Kjo për mua është e papranueshme, nuk do të futem kurrë këtu. Atëherë po e bëjmë me pyetje konkrete. Ka disa Agjenda LGBTQ më mirë dhe mbrojtja e familjes. Ku rrini juve si parti? Kundër dhe gjithmonë kundër agjendave të tilla. Unë nuk jam pro dhunës ndaj njerëzve me nuanca të ndryshme ose me sjellje të ndryshme në shoqëri, por që një minorancë të vi dhe të imponohet shtetit, ligjit, shumicës, shoqërisë, traditës, me dhunë, jo me legjitimitet popullor, se nëse është për legjitimitet popullor, le ta fusin referendum. E ke vënë re që në asnjë vend nuk është miratuar me referendum? S'mund miratohet kur. Pra, sepse s'mund miratohet kur? Pse duhet një pakicë? Atje ku ka pasur referendume është ndaluar. Po pra, pse duhet një pakicë ti imponoj një shteti të tërë interesat e vet ose prirjet e veta seksuale? Ky është një perversion shtetëror për mendimin tim. Se ne kur ne themi që kemi një pakicë shtetërore biznesmenësh të cilët kanë kapur shtetin dhe po shkatrojnë institucionet, kjo është shumë e dëmshme. Dhe realisht është shumë e dëmshme. Ama këtyre pakicave të tjera duam t'ja lejojmë. Okay. Pra, ajo pakica që nga keq, kjo pakica tjetër që nga mirë. Kalojmë te tema tjetër. Si qëndron partia juaj te pretendimi se ekziston ngroja globale dhe për këtë arsye duhen bërë gjithë politikat e gjelbra? Unë mendoj një gjë që ambienti ka një shprehje të bukur. Ambienti është çështje shumë e rëndësishme për t'ua dorëzuar socialistëve. Por mendoj këtë tjetrën që ne nuk kemi ndonjë vendim përfundimtar për këtë ngrohje globale. Është sigurisht biznes i madh i partive të majta sot në botë, ka qenë një biznes i madh, pra kanë shpikur një mënyrë për ndërtuar një biznes ndërkombëtar dhe është e drejta tyre ta bëjnë, mirë po është e drejta e të tjerëve të luftojnë për të balancuar interesat e tjera në shoqëri. Për sa i përket sovranizmit, besoj që jep sovranistat dhe besoj që dhe nisma kombëtare do të synojë që fatet e shqiptarëve të vendosin shqiptar. Ne jemi kombëtarist. Sepse sovranist gjanë pak më jo përfaqësuese. Pra kombëtarist që do të thotë jo izolim, komunikim me botën, me kulturat, por në thelb të ruhet bazamenti i kombit shqiptar i vendosur nga rilindësi që institucionet tona politike, ekonomike, sociale, kulturore, financiare të përdoren për garanci të vazhdimësisë së kombit shqiptar në jetën e njerëzimit. Ti je me origjinë nga Kosova. Unë jam origjinë nga Kosova. A është bashkimi Shqipëri-Kosovë objektiv apo ideal i kësaj lëvizjeje? Unë nuk dua të bëhem diletant dhe të përdor dhe të promovoj bashkimin kombëtar për arsye të ndonjë vote,
Se ka ndodhur kjo, ai që është kryeministri në Kosovë ka pasur të vetën, pra si mekanizëm elektoral. Ne Bashkimin Kombëtar nuk e kemi mekanizëm elektoral, ne i kemi natyrshmëri. Pra jo bashkim nëpërmjet çiftelisë në kuptimin folklorik, por bashkim ekonomik, bashkim njerëzor, bashkim institucional, bashkim të çdo lloji. Jo politik. Edhe politik. Okej. Pra do të keni një platformë për Bashkimin Kombëtar. Shiko, nuk është një çështje e një platforme të Bashkimit Kombëtar që dalim dhe ta përdorim për vota, por ajo dihet dhe supozohet që po dhe as mund të imagjinohet ndryshe. Pra nëse ka të pyes sepse të gjitha partitë që unë shoh sot në Kosovë dhe në Shqipëri janë kundër Bashkimit Kombëtar. Nëse ka 1% vendimarrje dhe 1% pushtet do të jetë vetëm për atë gjë. Pra s'mund të jetë, nuk e kuptoj si mund të jetë njeriu kundër asaj. Ja që janë. Të ikim. Ja që janë, ta them unë sepse se si justifikojnë veten. Do bashkohemi në Europë. Do bashkohemi në Europë. Ka një gjë. Kjo është mënyra që është gjetur tani për të shtensionuar diçka. Si mund të jetë njeriu kundër Bashkimit Kombëtar? Le mos e marrim nga ana e emocionit dhe vllazërisë dhe etnicizmit. Pra të konsiderojmë që nuk jemi në këto kushte. Në kuptimin politik, është shumë me leverdi dhe me shumë interes që Kosovë, Shqipëri dhe vendet tjera të bashkohen dhe të krijojnë një entitet më të madh shtetëror. Po nuk e duan pra se shkojnë te rruga e Elbasanit. Marrin urdhrat atje. Po pra, në kuptimin ekonomik, është shumë më me leverdi dhe është komplementare Shqipëria me Kosovën në burimet ekonomike. Në kuptimin njerëzor, është shumë më e leverdisme për ne sepse kemi 2 fish burime njerëzore brenda një shteti. Në kuptimin e rivalitetit ballkanik, është shumë më leverdi për ne bashkimi sepse jemi më të mbrojtur dhe më luftarak. Për Shqipëria u gjysmua në konferencën e Londrës dhe mbeti kjo që është pikërisht sepse ju hoqën Janina, Manastiri, Dibra Madhe, ju hoq Shkupi, ju hoq Prizreni, ju hoq Gjakova, më parë ishte hequr Ulqini. Pra ikën burimet njerëzore, elitat e qyteteve, ikën generatorët ekonomik dhe mbetën vetëm fshatrat dhe u denigrua nga ana ekonomike dhe politike. Unë nuk e di si mund të jetë një njeri politikan në Shqipëri dhe thotë nuk na levërdis ky bashkim. Kjo është levërdia më. Jo, nuk e thon, kanë gjetur formulën tjetër. Do bashkohemi kur të hyjmë në BE. Ty që bashkohesh ti kur hyn në BE. Po s'kemi për të hyrë kur në BE. E zëm se hym. Nuk dua ta paragjikoj BE-n pas jetën sa më të gjatë, por njeriu merr masat për kombin e vet. Po BE-ja një ditë mund të prishet si Bashkimi Sovjetik. Edhe Bashkimi Sovjetik mendoi se s'do prishet ndonjëherë. Por u prish dhe dolën republikan të vete. Pra ti duhet kesh plane shtetërore. Pra çfarë ndodh nëse hym në BE, çfarë ndodh nëse s'hym, çfarë ndodh nëse BE-ja shkatërrohet? Nëse duam të jemi njerëz politik, nëse duam të jemi komentator, pastaj është çështje tjetër e ja komentojmë. Jemi në fund të kohës, kështu që do ta le të thuash ç'të duash, edhe kam vetëm një pyetje, pastaj ti shto ç'të duash. Kur do të shohim një prezantim publik të lëvizjes edhe të personave themelues? Besoj do t'i shohim pas pak kohësh, pra po përmend fjalën muaj, sepse ne duke pasur përvojë partijake, nuk ja lejojmë vetes të bëjmë veprime të pamatura dhe veprime të pakoordinuara me njerëz dhe të palegjitimuara përmes njerëzve. Kjo është, dhe besoj që do të jetë një prezantim i mirë. Në lidhje me çfarë dua të them unë, dua të them vetëm një gjë. Unë e di që njerëzit thonë nuk kemi nevojë më për parti dhe lëvizje të reja se na kanë lodhur, dhe kanë drejtë sepse përvoja tregon që edhe partitë cilat u morën dhe u sollën me një shpresë ose me një perspektivë caktuar, dolën fik buf, i thuhet një shprehje, kur fiku nuk hahet, dhe kjo shkaktoi zhgënjim shumë të madh të njerëzit dhe dëmtoi edhe mundësinë e lindjes së nismave dhe iniciativave të tjera. Është e vërtetë që njerëzit kanë zhgënjim dhe kanë drejtë të jenë paragjikues. Ne nuk kemi ndonjë smundje të karrierizmit dhe të ekonomisë që ta përdorim si mekanizëm për të vjedhur, por ne mendojmë një gjë. Sa më i pasur një shtet, aq më shumë pasuri ka për njerëzit. Dhe unë i gjykoj politikanët e Shqipërisë që marrin para këtu dhe i çojnë jashtë Shqipërisë. Po na dalin tani këta trafikantët më patriotë, ata marrin para nga vende të tjera dhe i sjellin në Shqipëri. Këta marrin para me korrupsion dhe i çojnë jashtë Shqipërisë. Pra, mendoj që është një shtet sa më i pasur dhe me sa më shumë ekonomi,
është i mirë edhe për vetë njerëzit të cilët merren me politikë, pra nuk duhet ta ndajmë veten nga shoqëria. Nëse Shqipëria ka më shumë pasuri dhe më shumë burime, është mirë për secilin dhe angazhimi politik duhet të jetë që vendi të bëhet me më shumë pasuri që të ketë për të gjithë. Pra, të gjithë duan pasurinë. Prap në nivelin e një votuesi të thjesht, unë rridhet të dëgjoj dhe them po mirë më rin dritë vokshit, ja do bësh partitje. Sa vota do fitosh ti? Sa mandate do fitosh? Po, kjo është pastaj. Kush do e rrezoj Ramën? Kjo mbetet. Me kë do bashkëpunosh ti? Me kë do jesh në koalicion? Kjo mbetet detyra jon për të bindur ty, se unë nuk futem dhe s'do futem kurrë te ata njerëzit që mendojnë se ka fajin populli, se nuk i pëlqejmë, se ne jemi të mirë, por populli nuk di ta gjykojë. Është çështje marrëdhënie ajo. Nuk ka faj populli dhe votuesi ndonjëherë. Ti thua fajin e ka populli, në momentin kur nuk gjen justifikim tjetër, nuk do të pranosh problemet e tua dhe del të thua ka fajin populli. Ne jemi shumë herët për të folur për strategji politike, koalicionesh dhe votash dhe organizimi, pra jemi në fazën embrionale, por unë po shpalos disa pikpamje dhe qëndrime politike. Po them që të gjithë duam pasurinë, të gjithë duam mirëqenjen, të gjithë duam të jemi të pasur, të kemi prona, pasurira, udhëtime, mirë po, një gjejmë një mënyrë për të pasuruar pa dëmtuar pronën e përbashkët e cila na jep pasurinë. Se këta po bëjnë diçka, po i thosha diku i brëm, po kapitalistëve të këtij vendi, ndërtuesve të këtij vendi ju intereson rritja e ekonomisë në Shqipëri dhe liberalizimi i tregut. Po pse më tha? Po kanë mirë apartamente pa shitur. Dhe ato apartamente dhe prona duhet të blihen. Po i bleni izraelitët, mos ja qaj hallin aty. Unë po mendoja këtë, ato apartamente blihen edhe nëse ti je politikan dhe ke grup biznesi me vete, dhe ke njerëzit e tu që shesin dhe kanë shërbime, ty të intereson që populli të pasurohet, që këta të blejnë tek shokët e tu, po ta banalizoj. Jo, më nuk e duan pasurimin e popullit se nuk kanë vjetur akoma gjithçka. Po ka një gjë, po ti je i varfër, unë të vjet më kollaj. Ti ke më pak nerv, më pak forcë për të kundërshtuar. Unë pasurimin e popullit të shikoj si e vetmja garanci për të rezistuar dhe për të vazhduar jetesën. Nuk ka asnjë të keqe se pasurohen njerëzit dhe familje shqiptare kanë më shumë ekonomi. Në citoni bëja një këtë lëvizje, shpallni dhe devizat tuaja, sa nuk është vonë, se shqiptarët po ikin, në rrezik nuk do gjeni njëri për të votuar kur t'ju mbushet mend të kishin në politikë. Është batutë e bukur, por shqiptarët nuk ikin sepse shqiptarët e kanë treguar gjatë gjithë historisë që janë dëmtuar, janë dramatizuar, por nuk kanë mundur banditë të caktuar politik që ta zhbëjnë kombin dhe kanë bërë mirë që nuk e kanë zhbërë kombin. Gjëja më e keqe ka qenë lufta ballkanike për ne. Dhe komunizmi nuk e kanë zhbërë kombin. Unë mendoj që gjëja më e keqe është kjo që kemi sot. Kjo është generata të tjera. Gjenerata të tëra, më të rinj se unë sigurisht, që kanë zero frym patriotik, zero. Sepse nuk duan të dëgjojnë fjalën komb, flamur. Po është globalizmi në lojë, pra. Pra. Është kultura që ka provuar prandaj unë kam bindjen, jemi vonë, ndoshta sa të kemi një datë tjetër për të folur për këtë temë. Po e mbyll duke thënë vetëm kaq unë ndjej, qofsha unë i gabuar, që kombi shqiptar nuk ka qenë kurrë më i rrezikuar se sa është sot. Është rrezikuar i madh i kombi shqiptar është ky virus i globalizmit. Një popullat që nuk ka dashuri, nuk bën sakrifica. Po nuk bëri sakrifica, nuk e rregullon vendin e vet. Një gjenerat që thot ku je Europë, ku është Franca, Suedia, Belgjika, ti ki. Ne do mundohemi kundër kësaj. Ndrit Vokshit, faleminderit për bisedën, shpresoj që ti kemi shërbyer sadopak publikut me ndriçimin mbi këtë nisëm tret, cili si uroj sukses, ndonse mund ta gjej veten opozitar me këtë nisëm kur të institucionalizohet. Ishte gjë më e bukur, nismat latohen dhe forcohen duke pasur opozitarizëm të mirë. Faleminderit për bisedën. Faleminderit. Këtu përfundon biseda për këtë javë, bashkë do të shihemi javën e ardhshme. Mirupafshim.